me kupën të kampion. Lutna ta di me ka një. Tash, kjo po... Unë e di, ata e përgjithë. Kjo po zhjon debat madhë në publik. Hajde tregona me ka një mune. Po ti je me basketbolin, vlavja. Kalzoj, shumë vetë ju kom thonë. I lindë unë e kom lujtë për Prishtinën. Ka ananës i Mitrovicës, babën Gjakovës, familjen Pej, varezat familjare në prizën, për një me muj me qenë veç për një ekipë në Kosovë. Për Kosovën. Okej. Kine, falemderit shumë, gjithmonë është knatësi me të pas, na im gjithmonë është knatësi me ju pas, edhe pëmbohet qefi që mas një kohët gjatë kemi qenë zbashku me ju këtu, me i diskutu, gjithsesi se këto kemi përsërit, jo vetëm me juve dyve, por edhe me veteranët, të cilët disi kohëve të funit, po vjen shumë keq, edhe në mediume tjera, kanë met pak jashtë edhe ata të cilët kanë kontribu për basketbolin, kanë met jashtë kësaj, po shqyqyr që kemi asistin edhe po shihemi. Faleminderit shumë. Sa falenderoj me vërtet ishte kënaqësi, edhe ju falenderojmë edhe për bisedën e këndshme që e patëm së bashku. Uroj që të mërkurën të jetë një ndeshje e fortë, një atmosferë mirë, mos të ketë telashe dhe të fitojmë më i miri, edhe të festojnë kush fiton të festoj. Aty nuk ka dyshim, aty jam i sigurt që ashtu ka me qenë.